Dimri. Po shoh kaldërmën natyrisht e kemi analizuar edhe më herët në xhirime të tjera tek sa jemi këtu në këtë pjesën e bukur të kishës edhe xhamisë që ne kemi më larg që e kompleton dimensionin kulturor edhe harmoninë e jashtëzakonshme që e ka Prizreni. Kaldërma pothuajse përfundua në pjesën e Shadërvanit. Po, Prizreni është qytet me një numër të madh të vlerave të trashëguara kulturore dhe historike. Edhe xhamijat, kishat janë pasuri kulturore e qytetit të Prizrenit, kurse kaldërmi është ai i cili ja jep sharmin qytetit të Prizrenit. Edhe ne kemi pas një projekt për renovimin komplet të sheshit të Shadërvanit, ku përveç rregullimit të kaldërmës kanë bërë pjesë edhe punimet nëntoksore, domethënë investime në kanalizim për ujërat e zeza, si dhe investime në rrjet të ujësjellësit, po edhe futja e kabllove të rrymës nën tokë, pastaj është bërë riradhitja e kubzave të kaldërmit në harmoni me instruksionet që kemi marrë nga QRTK-ja, në mënyrë që të rrugët janë qëndrueshme. Janë gurë të vjetër. Ky është guri i vjetër që ka qenë edhe më herët? Ky është guri i vjetër që ka qenë edhe më herët, edhe po shikoni nuk janë të ngjitur njëri me tjetrin, sepse këto kanë qenë kushte apo rregulla të cilat ne kemi marrë nga QRTK-ja për me ruajtur autenticitetin e këtij sheshi edhe këtij kaldërmi, kurse në disa pjesë tjera ku kemi ble gurë të ri edhe kemi rregulluar trotuarët, rregullat e vendosjes së gurëve janë pak më ndryshe, lejohet që me material të betonit të lidhen ato. Kurse në Shadërvan nuk lejohet, edhe për aq sa kemi pas gurë të vjetër, i kemi vendosur në harmoni me rregullat që kemi marrë nga QRTK-ja, edhe duket se kemi bërë punë të mirë, sepse mjeshtrit kanë qenë mjeshtër të cilët e kanë marrë zanatin në Itali, kurse ne e dimë se Italia quhet për kujdes të vlerave historike, edhe ka shumë sheshe të tilla, ka shumë kaldërme të tilla, prandaj ata i kanë bërë një punë të mrekullueshme, edhe do t'i falenderoj punë kryesit mjeshtrit, të cilët e kanë bërë me një përkujdesje të veçantë, edhe Shadërvani është ky që është sot. Po, kur do të përmbyllet? Po shoh që këtë rrugën tjetër ende nuk është përmbyllur. Po kjo është rruga Marin Barleti, e cila një pjesë e kësaj rruge është përmbyll, kurse pjesa tjetër ka mbetë. Ky është një projekt i cili Hotel Restorant Barleti ish Tiffany i këndshëm shumë absolutisht. Kjo rrugë, edhe kjo një ndërtesë në ndërtim me sipër. Kjo është një ndërtesë e cila është një ndërtesë e cila ka filluar të